I nderuar zoti kryetar, në kushte normale do të isha shumë i ashpër me ju personalisht, qoftë në cilësinë tuaj institucionale si kryetari i kuvendit, po edhe në cilësinë tuaj personale si një rrezatues i qytetarisë korçare, që lejoni në këtë kuvend të përdoren fyerje në mënyrë të vijueshme nga kryetari i opozitës. Ja kemi dhënë fatkeqësisht këtë imunitet në 35 vite doktorit, që të galvanizoj jetën publike shqiptare dhe jetën parlamentare shqiptare përmes fyerjeve, bullizimit dhe bërjes pis të gjithëve. Unë besoj se kjo është e padrejtë. E kuptoj pozicionin, prandaj nuk tregohem i ashpër ndaj jush, sepse pozicioni është që kjo është kthyer në normalitet. Dhe të gjithë ne e dëgjojmë dhe themi, mos është doktori. Por besoj se na takon të gjithë si parlamentare, veçanërisht në parlamentarët e rinj nga të dyja anët e kësaj salle, që jo vetëm të mos bëhemi kalk, kopje e shëmtuar, po njëherazi edhe ta denoncojmë këtë lloj sjellje që nuk i ka hije parlamentarizmi dhe debatit publik. Mjafton të them një fakt, epitetet në të cilat është shkëlqen doktori në kuptimin letrar, të cilat në fakt vinë herët, vinë nga vitet 30 në ato që quhen 10 pikat. Zoti Bido, keni diçka për procedurë, ju lutem? Patjetër, atje do dal, atje po dal. Të cilat vinë nga pikat gebelsiane, 10 pikat gebelsiane. Cila është pika për procedurë? Është që fjalën ta ndërprisni ju zoti kryetar në çastin që ka fyerjen më të parë dhe nga ana e doktorit, sepse nuk mund të ketë imunitet ndaj fyerjes në këtë parlament, në vend që të ndërprisni kolegët tuaj të rinj në këtë kuvend, të cilët janë shumë të kujdesshëm që të përcjellin në këtë sallë qytetarin e qytetarëve shqiptarë. Kjo është pika ime proceduriale. Së fundmi, dua që të bëj një saktësim historik. Ushtria çlirimtare e Kosovës, që është një prej kulmeve historike të kombit shqiptar, është mbështetur nga shteti shqiptar në mënyrë të vijueshme, po ka pasur edhe incidente, të cilat do të ishte shumë mirë që në një moment caktuar, qoftë edhe sot, të gjenin përgjigje nga ana e Partisë Demokratike, që nuk mundet që të marrë rolin dhe ta hedh poshtë mbështetjen që i ka dhënë Kosovës në rrugtimin e pavarësisë. Përfundoni fjalin. Ta përfundoj, zoti kryetar, ta përfundoj. Do ishte mirë saktësimi në lidhje me figurën e Adem Jasharit. A është arrestuar Adem Jashari nga qeveria drejtuar nga Partia Demokratike? A është sulmuar ushtria çlirimtare e Kosovës nga viti 96 deri në vitin 99 nga ana e Partisë Demokratike? Ky saktësim historik është për të mos bërë pis historinë tonë kombëtare. Zoti Bido, koha mbaroi, ju lutem qetësi. Zoti Bido, shumë faleminderit për vërejtjet tuaja.